Tirana shfaqet në dosjen e Jeffrey Epstein, zbulohet emaili i aplikimit për punë. Në dosjen voluminoze mbi 3 milion faqe të Jeffrey Epstein publikuar nga Departamenti i Drejtësisë së Shtetit të Bashkuara, del dhe emri një vajze nga Tirana e cila rezulton të ketë aplikuar për një vend pune si asistente personale. Sipas dokumenteve zyrtare, emaili të rres me inicialet i Terziu është dërguar në mars të vitit 2017 në komunikimin e parë ka kërkuar CV-n e saj nga një person identiteti i cili është mbuluar në dosje duke shprehur interes për pozicionin e punës. Përshëndetje, jam interesuar për punën, të cilët i thatë Ivan Luthras, po unë nuk jam me bazë në SBA, a është kjo problem? Thuhet emailin e vajzës nga Shqipëria, përgjigje që ka marrë ishte pozitive, duke kërkuar të dërgonte 3 fotografi cilësisë së mirë dhe CV-n sipas dërgimit materialeve personi me cilin ajo komunikonte ka vijuar korrespondencën me Jeffrey Epstein duke informuar se bëhej fjalë për një vajzë 21-22 vjeçare. Sipas dokumenteve, personi i ka komunikuar Epstein se vajza jetonte në Paris, ndosë CV-ja rezultonte se ajo ndodhej në Tiranë. A duhet ta intervistoj këtë, thuhet në një nga mesazhet drejtuar Epstein. Në listën e bashkëngjitjeve të emailit rezulton se përveç CV-së dhe fotografisë, ajo kishte dërguar edhe një video në kuadër të kandidimit për vendin e punës.